Përshëndetje dashur bashkëtarë, po jemi këtu në emisionin e radhës dhe siç e njoftuan dhe në radhën e kaluar, sjellim të reja për lidhur me çështjen e kreditime, por gjithashtu sot do të kemi mundësinë për te i lajmeve në ndryshimet që presim së shpejti të ndodhin rreth kuadrit të integrimit të shqiptarëve por kryesisht të ligjimit të tyre në procesin e legalizimeve. Do t'i përgjigjemi edhe disa pyetjeve, të cilat janë të shumta që janë adresuar tek Albania TV, qoftë në rrjetet tona sociale, qoftë në email apo edhe në kanalin tonë YouTube. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe vlen të citojmë është fakti që shumë herë kemi dëgjuar që në të kaluar apo edhe aktualisht ligjet, ndryshimi i ligj i ri apo ligj i vjetër. Siç e theksuam në e kaluar, jo gjithmonë janë ligje, janë qarkore, janë udhëzime apo janë vendime ndërministrore të cilat ndikojnë në rrjedhën e lejeve të qendrimit, të cilat i përmirëson, i shton kriteret apo ka diçka tjetër. Aktualisht presim një ndryshim të rëndësishëm në gjithë kuadrin e migracionit që prek 3 shtylla kryesore dhe kjo vjen në një moment shumë delikat kur siç kemi thënë dhe dihet tashmë Bashkimi Evropian dhe Amerika gjithashtu po ashpërsojnë së tepërmi kuadrin ligjor rreth emigracionit, madje mbas kaq vitesh, mbas kaq arritjesh të mëdha të popujve të ndryshëm, arritëm në një nivel shumë të lartë ku termi i jashtëligjshëm nuk përdoret, por flisim për emigrant të rrëmët apo para fatkeqësisht Greqia në vend e para që riktheu termin emigrant të ligjshëm apo të paligjshëm, gjë e cila është një term i cili ha shumë diskutim, ka ndezur debate të larta, por aktualisht flasim për emigrant të ligjshëm apo të paligjshëm. Cilat janë ndryshimet që presim të vinë gjithsesi? Do t'i referohemi burimeve tona pak më tepër edhe deklaratave zyrtare që ka bërë Ministri i Imigracionit zoti Thanos Plevrit vitin e fundit përkryesisht muajt e fundit dhe javët e fundit që sa vjen të bëhen më të theksura për të informuar mbar opinionin, ka kaluar në kabinetin qeveritar si projekt ligj. Atë që presim është orientimi apo dërgimi i ndryshimeve në grupin parlamentar në Parlamentin Greqi, ku do të ketë një diskutim të gjerë. Aty do përfshihet dhe debati apo propozime diskutimi nga mbar opinioni, nga faktori i cili ka interes të për qoftë të emigrantët apo shoqata të organizatat e institucionet të cilat merren me drejtat e njeriut, ku do të kenë një diskutim përgjithshëm dhe më pas të kalojë për miratim. Afati kohor i parashikuar për të kaluar në parlament parashikohet brenda mundësive deri në fund të muajit, por nëse kjo nuk është mundur për shkak të zhvillimeve politike dhe të ndryshme në Greqi, mund të shkojë deri në janar. Çfarë parashikon ky ndryshim, pra këto ndryshime ligjore që pritet së shpejti? Janë 3 pika kryesore, më saktë 3 shtylla kryesore. Kryesore ka të bëjnë me rinovimin e lejeve qendrimit, të cilët dini shumë mirë, aktualisht në Greqi janë rreth 800.000 qytetarë të vendeve të treta, ku ndahen në 2 grupe. Një pjesë janë ata që janë qytetarë të Bashkimit Evropian, pra anëtarë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë emigruar apo jetojnë në Greqi dhe ata pajisën me leje qendrimi, dhe pjesa tjetër janë emigrantë të rregullt të ardhur nga vende të treta, të cilët janë emigrantë të verifikat në Greqi. Dhe dim shumë mirë që pjesa më e madhe prej tyre duhet presin jo muaj, por vite të tëra për të renovuar lejen e qendrimit. Fatkeqësisht, një pjesë e mirë e tyre, 1% që arrin shifra shumë shqetësuese, 45% deri më sot e marrin lejen e qendrimit të skaduar. Këto janë statistika zyrtare, madje është pohuar dhe shpranuar nga vetë Ministri i Imigracionit, i cili e ka thënë zyrtarisht dhe e ka paraqitës një problem shumë të rëndësishëm, sepse në fund të ditës përtej fakti që rëndon të gjithë administratën greke, rëndon shumë edhe emigrantët dhe cilësinë e tyre, i izolon ata, krijon një mori pengesës brenda vendet ku ata jetojnë. Konkretisht, janë procedurat e rinovimit të lejeve qendrimit. Leja e qendrimit, siç e dim, çdo leje ka një kategori specifike dhe kërkohen disa dokumenta që parashikohen sekretariat, dokumenta plotësuese. Çfarë parashikohet konkretisht? Do të ketë një reduktim të afatit kohor nga 3 deri në 6 muaj të rinovimit të lejes së qendrimit. Që do të thotë automatikisht përtej mundësisë së renovimit, ajo që dihet tashmë dhe është pohuar zyrtarisht është fakti që
Këto leje për disa dali të skaduara vijnë për shkak të burokracisë dhe vonesave nga administrata. Dhe deri më sot, pra lejet e qëndrimit rinovohen nga data e aplikimit. Pra vlefshmëria e lejes së qëndrimit fillon nga data e aplikimit dhe nga data e miratimit të saj. Me ndryshimet që presim të ndodhin së shpejti, leja e qëndrimit do të vlejë nga momenti, pra nga dita e miratimit të saj nga organi kompetent. Kjo automatikisht do të përgjysmojë të paktën volumin e punës të drejtorisë, sepse për personat nuk do duhet të aplikojë më njëherë siç ndodhet sot, sepse deri më sot, siç e dini, merrej vendimi, merrej leja e skaduar, që nuk ishte leje, ishte një vendim nga drejtoria e decentralizuar dhe automatikisht bënda një kosto financiare, po edhe kosto dhe pengesa në ecurinë e tij në Greqi me çështjen e dokumentave. Nga ana tjetër, ajo që pritet të thjeshtëzohet në këtë pjesë është lidhur fakti I dokumenta për kriteret, si dimë shumë mirë, të gjithë në një moment, ndërkohë që parashikohen 3 dokumenta, thënë të thjesht, si që deklaratë fiskale, skanimi pasaportos apo siguracioni, këtë përgjithsisht, por dhe kategoritë tjera që janë çështjet familjare, martesore, qoftë këto të familjarëve grek apo edhe të qytetarëve të vendeve të treta, që janë në varësi të tyre. Pritet që shumë dokumente, përderisa janë dokumente që lëshohen nga një institucion brenda administratës greke, të merren brenda, siç ndodh paralelisht me sistemin një Albania në Shqipëri, që nuk është e nevojshme një person marrë një certifikat dhe duhet ta vërlosë tashmë 10 institucione, por mjafton gjenerimi I saj nga sistemi. Kështu pritet të ndodhë dhe në Greqi, kjo do të shkurtojë së tepërmi të gjithë procedurën dhe afatet kohore. Lidhur pastaj edhe me vlefshmërinë e lejës së qëndrimit, siç e tham, ajo që është pozitive në këtë rast është fakti që leja e qëndrimit do të vlejë nga dita e miratimit të saj dhe jo nga dita e aplikimit, që do të thotë, si dim shumë mirë, drejtoria e decentralizuar e Atikës Veriore, që është Palini, ka një ngarkesë dhe vonesë të theksuar që shkon nga 2 vjet deri 2 vjet e gjysmë deri në 3 vjet në përgjithësi. Por, njëkohësisht edhe Pireu, që është drejtoria e dytë e decentralizuar e emigracionit ka vonesa të theksuara dhe pastaj vjen A-ja dhe B-ja, në atë të cilat janë më mirë në proporcion me të dy drejtori, por si dhe shumë të tjera që janë gjithë Greqinë dhe aty ka shumë vonesa. Kjo vjen për shkak sepse ende ka një problem të strukturës së brendshme të ndarjes së kompetencave në Ministrinë e Emigracionit, por dhe të brendshme apo të Ministrisë së Ekonomisë që përfshihen këto institucione të bashkëta dhe shpesh sjellin vonesa. Shtylla e tretë lidhet me refugjatët, si e dimë shumë mirë, shumë emigrant apo refugjat që vijnë nga Azia apo linja mesme, nga vendet bata të luftës, pra shumë kërkojnë azil në Greqi. Deri më sot ta persona përfitonin ndihma sociale, qoftë nga shteti grek, qoftë nga fondet e bashkimit, janë më tepër nga organizatat ekonomike të bashkuara. Dhe kishin një primë dhe nuk kishin të drejtën e qasjes në tregun e punës. Pritet ndryshim drastik dhe kjo vjen për shkak, siç e kemi thënë tjetër, që Greqia parashikon vetëm në nivelin e ardhshëm në vetëm më shumë se 200.000 vende pune dhe kjo shifër parashikohet që në 5 vjeçarin e afërt të jetë gati 2 fishi I saj për shkak të mungesës së kartës së punës. Pra kush posedon një kartë aplikimi si refugjat, pavarësisht nëse ka marrë apo jo statusin e refugjatit, do ketë të drejtën e tregut të punës, që do thotë automatikisht ai person nga momenti që merr kartën do të ketë deklaruar të gjitha të dhënat e tij, përveç të dhënave, është edhe fakti që lidhet me profesionin e tij. Pra do ketë një strukturim të theksuar, të mirë organizuar nga Agencia Kombëtare e Azilit në Greqi, ku çdo fititari I vendit dhe kërkon azil në Greqi do të specifikojë edhe profesionin e tij. Nëse ai është I specifikuar dhe është bujk, do të adresohet nga agencia të punojë në bujqësi. Nëse ai është dikush ka aftësi në ndërtim apo ka një trajtim specifik, do të adresohet në fushën përkatëse. Këto janë ndryshimet e përgjithshme. Dhe kjo vjen për faktin sepse siç e tham, Greqia ka një problem shumë serioz dhe dim shumë mirë, edhe brenda saj shumë herë, ndërkohë që del ligji dhe publikohen në fletorën zyrtare dhe informohen drejtoritë decentralizuara, ka një vonesë të theksuar të dërgimit të qarkoreve apo të fletorëve zyrtare me udhëzimet përkatëse
brenda organikës administratës që është Ministria e Brendshme, Ministria e Migracionit apo Ministria e Ekonomisë, sepse ata janë të pavarur nga jetët nuk janë të lidhur dhe kjo sjell shpeshherë pengesa. Ju dini shumë mirë, janë me 10 apo me 100 për ju, të cilët na keni telefonuar shpeshherë dhe keni hasur probleme si në bashki, si në EFRA, në ICA, si në OAED, por kohët e fundit shumë për ju keni hasur probleme dhe në banka dhe e keni pas të vështirë, të gjitha ato vijnë për shkak të mos harmonizimit dhe mos orientimit në kohë të përbashkët të njohjes së qarkullore apo të informimeve kohë të saktë të ndryshimit të shpeshta që mëson ligji në Greqi. Këto për sa i përket ndryshimeve të fundit që pritet të ndodhin. Siç e kam referuar, mos hezitoni na komentoni, na dërgoni problematikat tuaja, pyetjet tuaja me email në Albania TV, na komentoni në kanalin tonë YouTube apo në rrjetet sociale dhe ne do t'i trajtojmë ato duke kthyer përgjigje në emisionin e radhës për të marrë një përgjigje sa më serioze, sa më kontise, me qëllim që ju të keni mundësinë të informoheni saktë dhe të orientoni problemin për ta zgjidhur qoftë tek Albania TV, nëse kjo është e mundur, apo tek specialistët që është e domosdoshme për të trajtuar çështjet që lidhen me lejet e qëndrimit. Të mos humbasim kohë, unë do të radhis disa pyetje që për këtë janë të shumta dhe më vjen mirë që 2 misionet tona të para ka pasur një pritshmëri kaq të lartë tek bashkëtarët tanë, të cilat nga një anë gëzon që ka një vëmendje dhe ka të respektuar, por nga ana tjetër na shqetëson fakti që ka shumë interes të madh dhe shqetësim pas 3 dekada gjysmë për lejet e qëndrimit, e cila në fund të ditës nuk është as problem i mirë, por problem i demokracisë dhe shtetit grek që nuk ka mundsuar të të qytetar të gëzojnë respektin dhe barazin përpara ligjit, siç do qytetar tjetër dhe siç parashikohet nga ligji në fuqi. Atëherë, pa humbur kohë, janë të shumta, po do mundohen të përfshi. Albin Hilla thotë, e të vonë çfarë kërkojmë ne nga një shtet i huaj që të na respektojë kur s'na respekton shteti jon. Pastaj çfarë prit nga Greqia. Pra janë këto shqetësime që thash pas herët, adash sistemi në qytet e përditshme, shqetësimi është e vërtet, por mos harrojmë fakt. Unë kam theksuar dhe e ritheksoj, duhet ta sqaroj këtë pjesë. Edhe unë jam adetar saç po edhe ju, ndoshta shumë më tepër, por ka një dyshim të madh. Unë Greqin e kam respektuar, do ta respektoj dhe dua, sepse është vendi ku unë kam zgjedhur të jetoj me gjithë familjen time. Kështu keni zgjedhur dhe ju. Edhe nuk duam së pari ne kemi çati mbi kokë shtetin grek, ligjet në Greqi, së dyti kemi shtetin e origjinës që është shteti shqiptar. Shteti shqiptar ka një kufizim në Greqi. E drejtë që duhet shteti shqiptar të bëjë diçka, por ka disa forma dhe mënyra të tjera të cilët janë faktorët e angazhuar në të pjesë, duhet të jenë më të vëmendshëm dhe më vigjilentë në ndërtim. Kjo do të thotë kompletisht. Ambasada e kulturës diplomatike që ka përgjegjësinë e parë, sepse është shteti i në Greqi, pra duhet ambasada të ngrihet në nivelin e saj të ketë rolin që takon në diplomaci. Së dyti është faktori shqiptar që lidhet qoftë diaspora shqiptare në Greqi, qoftë organizatat e shkallës dytë apo shkallës së parë, organizatat që kanë një rol edhe pse kulturor, por kanë një ndikim dhe mund të ndikojnë në të pjesë dhe mund të bashkohen me tjetër për të ushtruar presion, siç bëjnë komunitetet e tjera që protestojnë apo kërkojnë të drejtat e tyre. Pra, duhet parë pak një sferë më të gjerë, sepse jemi në vitin 2025 dhe kemi ndryshuar fatmirësisht si mentalitet pak më tepër dhe nivelin e standardeve të jetesës, jetojmë në një botë më bashkëkohore dhe moderne, duhet të harmonizojmë dhe të respektojmë ligjet në fuqi. Jana Vasili thotë, jam ndjekse juaj, më sqaron pak të lutem, jam pensioniste me karta Macron, sa kohë mund të rri në Shqipëri? Okej, faleminderit Jana për pyetjen. Lejet pesveçare janë lejet më të fuqishme dhe më të mira për sa i takon kategoritë e emigrantëve. Fatmirësisht lejet pesveçare nuk kanë limit kohor të qëndrimit jashtë Greqisë, por nëse dikush jeton me vite të tëra jashtë Evropës, atëherë personi fjalë do të ketë probleme dhe pengesa. Ju nuk keni probleme se do jetoni më tepër se 5 muaj apo 6 muaj në Shqipëri brenda vitit, sepse leja juaj nuk ka kufizimin me qëndrimin në jashtë saj. Pra leja është shumë e fortë dhe shumë e mirë. Nëse do ishte një leje e kategori tjetër, atëherë nuk rekomandohet ju që doni me afat të gjatë jashtë Greqisë.
Jako Delaj, një pyetje tjetër, jam një person, kam 3 vjet pa letërsi dhe jo pa letërsi, pa letra në kupton, duke ndorë humor. Fëmijët janë këtu dhe nuk kam banesë, drejtim, mjeti, punësimi dhe rëvimin e pacientës. Dhe të tjera që nga viti 2023. Mbaruan dokumentat në gjykatë, dje jam i paralizuar nga këtu, se si mund të ketë vite dikush me dokumentat të pasigurta, ligjin të shkues apo të tjera. Pyetja jote i nderuar Dak është paksa pa qartë, se gjithsesi unë uroj të na ndihni dhe na dërgoni pyetjen tuaj ashtu siç duhet, që mund të jap një përgjigje. Nëse keni qytet 23 dhe keni aplikuar për legjë ndrimi, ju lutem na sqaroni për çfarë kategorie keni aplikuar, që ne mund t'ju sqarojmë në detaj, sepse keni një përshkrim të përgjithshëm i cili është thjesht një shqetësim që nuk mund të japet një përgjigje konkrete. Mario Musta, Greqia ka shumë burokraci me kartat e emigrantëve, është logike të marrësh lejen e qëndrimit të mbaruar. Pra, e tham edhe më herët, është vërtet që Greqia ka shumë burokraci, por gjithsesi unë e thash dhe si diaspor, po edhe si Albania TV Muzeni, po edhe shumë bashkëtar tjetër të jemi transparent dhe real për gjithë shoqata apo individë të dyshëm me kanë të zërin, dhe duket që ky shqetësim tashmë ka qesuar vetëm si imigracion, dhe vetëm si ka thënë që tashmë populohet dhe dyshimet e që të vinë në ligj do të parashikojnë dhe të pjesë që të ketë ndryshim të fatet kohor dhe të ketë një ndryshim klasik, siç shqyrova pak më herët. Vendosi Robert Goro të flasë, sepse ai din të sqarojë dhe të flasë mirë. Po i nderuar, Robert Goro është nga miqtë tanë më të mirë, është një gazetar profesionist, një gazetar i cili gëzon respektin ton, e ka gëzuar respektin, sepse Roberti s'ka nevojë të rregojë asgjë, por e ka paraqitur puna dhe prestigji i tij, gjithsesi ne përshëndesim Robertin. Kam George Latifi, pra mendoj Jorgo Latifi, kam 3 vjet që kam dorëzuar letra të 5 vjeçare dhe akoma pres që jetoj në qytetin e Salonikut. 20 vite në Greqi, por askush nuk ka bërë diçka dhe nuk funksionon si funksionon Evropa. I nderuar Jorgo, duke mos patur më shumë detaje, por duke ju përgjigjer thjesht çfarë më keni komentuar, nëse keni aplikuar para 3 vjetësh për leje të 5 vjeçare, diçka nuk shkon me aplikimin tuaj. Pra nuk është bërë saktë, sepse pavarësisht pengesave, është e sigurt që gjatë kësaj periudhe ose drejtoria e decentralizuar u ka kërkuar dokumenta plotësuese ose ka diçka tjetër e cila nuk korrespondon me dokumentin. Ju lutem shikojeni ose na dërgoni email të dhëna tuaj që ne të bëjmë të interesojmë të shikojmë çfarë ka ndodhur, sepse diçka nuk shkon me çfarë ju më thoni. Është e pamundur të mos keni një kontakt, apo mos keni informim nga drejtoria e decentralizuar, kryesisht periferia thënë thjesht. Unë që nga të parat me leje qëndrimi, kjo dhanë atëherë më shumë durim, por me gjithë çfarë kërkojmë, i plotësojmë natyrisht, kam 3 vjeç, kam leje 3 vjeçare, të fundit më dha afati 1,5, pra si duket keni marrë lejen duke humbur rrethimit e saj të vlefshme. Gjithsesi, me sa kuptoj e nderuar, problemi i lejes së qëndrimit nuk ka të bëjë me personi apo me avokatin apo personi që ka aplikuar për leje qëndrim, sepse ju mund të ndryshoni kategorinë e lejes së qëndrimit, mund të shkoni leje shumë herë më të mirë, shumë më të fuqishme dhe jo të qëndroni tek leja 3 vjeçare, sepse përdesa jeni nga interesat do thonë që jeni një moshë të avancuar dhe duhet të kujdeseni që të keni një leje të sigurt, me qëllim që edhe të merrni personin kur të vijë momenti i personit, por gjithsesi të siguroni edhe ju, sepse përdesa keni fëmijë ka greke, keni mundësi të ndryshoni kategori. Laurent Valmir Hoxhaj, çdo lloj informacioni është i vlefshëm dhe i rëndësishëm për çdo patriot dhe bashkëdhetar që ende të zyrë në zyrë dhe shfrytëzon çdo mundësi dhe çdo shans. Me njohje dhe respekte, suksese për misionin tuaj. Faleminderit Laurent. Nikolin Marku, pse nuk flisim për shoqatat mashtruese në Greqi? E kam hasur këtë koment në rrjetet sociale, nuk e kuptoj dhe nuk e di për çfarë keni fjalë, por gjithsesi nëse mund të jeni më konciz, ne mund të japim një përgjigje. Unë kam një eksperiencë të paktën 15 vjeçare në komunitet dhe kam patur fatin dhe përgjegjësinë të drejtoj Federatën e Shoqatave Shqiptare në Greqi, e cila faktikisht nuk ekziston më sepse kështu erën e tharat, por gjithsesi unë brenda mundësive dhe brenda njohurimit mirë do të isha do doja shumë të kisha një pyetje më specifike, më konkrete që të jepsha një përgjigje
të saktë dhe të përgjegjshme. Florian Jung, ku gabojnë emigrantët që tani të paguajnë avokatët për letra. I nderuar, pyetja jote edhe pse është ironike, kanë bënë shumë rëndësishme edhe ka një thënë. Avokatët e nderuar janë paguar në çdo kohë, do paguhen çdo kohë dhe do vazhdojnë të paguhen. Si në Greqi, si në Shqipëri, në Amerikë, në çdo vend të botë, sepse avokati nuk është thjesht një avokat i cili merr para, por është funksion i cili çdo avokat ka studiuar për atë pjesë. Dhe qytetarët kur kanë një hall, një shqetësim, adresohen tek avokati për të zgjidhur problemin e tyre dhe kjo është mos e logjike dhe e qartë. Kjo ndodh edhe në Gjermani, që është një vend shumë i zhvilluar, në Angli, në Hollandë dhe kështu me radhë. Pra, nuk është një fenomen apo të vulnerable. Po, nëse ka aludime për papërgjegjshmëri apo procese dhe avokat të papërgjegjshëm, po, sigurisht kjo ka hapësi për të diskutuar. Pra, nuk ka diçka të keqe në këtë drejtim. Madje, unë ju garantoj që shumë shpejt avokat do kenë rol edhe më të rëndësishëm sepse do ketë kufizime, si e dini çdo gjë është digjitale tashmë dhe çdo gjë bëhet në formë elektronike dhe ky është një shqetësim që unë do doja ta diskutoj dhe kam mbledhur goxha material dhe në emisionin radio do ta trajtoj me hollësi, pra në mënyrën e aplikimit elektrik dhe përgjegjësitë të secilit, sepse shpeshherë ka një papërgjegjshmëri ose mos interesim nga aplikantët për procedurën leje qendrimit, thjesht flasin pa u interesuar se çfarë ka ndodhur, për shembull si ishte pyetja më herët, kishte aplikuar aparatin veç por nuk ka ndodhur asgjë. Pra, nuk është interesuar. Unë do doja shumë të kisha të dhënë person që të jepsha përgjigje. Natasha Aliçka, respekt të zotit Duri, keni prekur pikën të dobët, më të vojtur të përtit vjeçare të migracionit dhe patjetër falëndëruar, mesazhet shumë i lartë është falëndërues, i jemi njohës. I lirë në slajt, të gjithë morën pasaportë greke, ju i bini legenit. I nderuar, nuk e di në i bim legenit, por ne mundohemi të bëjmë një përpjekje sa më serioze dhe dinjitoze, transparente, të informojmë brenda kornizave dhe brenda mundësive tona. Nëse dikush merr apo është në secili greke, është në drejtën e tij, jo dikush, por secili, përdesë ka zgjedhur Greqinë për të jetuar, siç dikush ka zgjedhur Amerikën dhe merr pasaportën amerikane, Gjermaninë dhe kështu me radhë. Pra nuk kanë asgjë të keqe që dikush të marrë shtetësinë greke. Por ne do të ishte e mirëpritur, do të ishte vërtet minjohet nëse shteti grek do të thjesonte ato procedura që bashkëtarët të pajisë sa më shumë me shtetësi greke, jo sepse shtetësia greke do të heqë do të provojë drejtën e atëndëshurisë apo të kopsisë shqiptare, por do t'i lehtësonte ata në integrimin e tyre në shoqërinë greke. Pra nuk ka diçka e cila nuk shkon në të pjesë. Shkojnë do tej, Elsa Matia, shqiptarët gabojnë që vazhdojmë me rrim në një shtet ku nuk na dua sepse ne mbijetojmë edhe me pengesat e ligjit të tjera. Është një pyetje e përgjithshme, faktikisht duhet ne shqiptarët në një moment të kuptojmë që gjithsecili ka përgjegjësi për vetën e tij dhe jo për të tjerët, sepse përgjegjësia është individuale dhe në gjykat askush nuk ka përgjegjësi për të tjerë, por mban përgjegjësi për veprat apo shkelit e ai që ka bërë. Pra, është mirë që ne mos kemi përgjegjësime, por kemi të qartë dhe të konkret atë që themi pa i përgjegjësuar gjëra, se në fund të fundit shteti shqiptar shikon interesat e tij dhe të qytetarëve, por jo të çdo individi, sepse përderisa individët kanë zgjedhur të jetojnë jashtë Shqipërisë, duhet së pari të sigurojnë jetesën dhe rregullsinë në vendin ku jetojnë dhe më pas kërkojnë llogarinë e shtetit shqiptar apo më tepër nga shteti pritës. Mariana Kasapi, jeni shumë vonë, jeni evoluar së 30 vjet në Greqi dhe vetë lek kemi paguar për dokumentacion dhe akoma. Vazhdojmë si nuk u kujtua ky shtet, unë një herë për në emigrant të torturuar. Megjithatë, më vjen se kur, tha një fjalë popullore, shpresojmë të marrim aq sa konteput kemi derdhë sepse nuk paguan greku, siguracion ashtu si Italia të jep për aq vite sa ke paguar. Pse të mos jetë Greqia ku ka rregull zotëri, një ngrirje në zërin dhe ndihmoni bashkëtarët tuaj të lodhur të raskapitur. Po e nderoj e kuptojmë përgjithsisht shqetësimin tuaj. Është një problem serioz në Greqi lidhur, siç e tham, me drejtë migracionit, siguracionet, pensionet, pra janë do të trajtojmë me kujdes, madje jemi në kontakt me një specialiste për pensionet e shumë shpejt do kemi emision në radhës ku do të ketë pyetje përgjigje konkrete shpjegime analoge. Lidhur me situacionet, në fund të ditës, edhe për ta marrë një logjikë të thjeshtë, nuk mundeni të jeni dikush në 10-30 vjet Greqi dhe mos ketë tavla, të ketë shumë pak ensma, se në fund të ditës ka një shqetësim shteti
thot apo secili si mund dikush të jetojë pa paguar. Pra, do të kemi edhe ne atë përgjegjësinë tonë që duhet të sigurojmë dhe ne të punojmë për të bërë të ardhmë. Nëse është e pamundur, pra, apo jeni i përkisni një kategori specifike, po rasti ju duhet të parë me kujdes. Kemi edhe shtetas grek që ne kanë komentuar dhe kjo është vërtet shumë premtuese dhe i falenderoj. Maria Varsama, foles diasporas αντιληφθήτου κύριου Κοντγκούριου, πολύτιμη σε κάθε μετανάστευση που αναζητά μια καλύτερη ζωή και εξωπρεπής υγεία, καλή δυναμία. Ευχαριστούμε, Μαρία μου, pra Greqisht për Sëndini. Kemi sëratjera. Atër një pyetje interesante, është zoti Albert Dedej, mondi unë isha me letrën e Greqisë sipas ligjit, kisha paguar dhe parabonon, po ja që na i nxorën fato dhe me përzum. Me sa kuptoj nderuar Albert, ju i përkisni kategorisë të personave që aplikuan në vitin 2023 me lejë qendrimi me BV-os dhe famshëm dhe më pas u prezantuan. Po, nëse prisin kësaj kategorie, ky është një pjesë e i prisin një kategorie njerëz që për llogaritet që të arrijnë 60.000 shtetas, vërtet një pjesë e madhe prej tyre shteti grek ka hyrë në hak e thënë matematikë, pse? Sepse duke mos patur parasysh shteti grek përgjegjësinë që ka për rishimin e dhënieve të VV-osit, pa patur një filtr kontrolli të aplikimeve, dikush, secili aplikon nga telefoni apo nga kompjuter, apo nga ata të fafshët që diçnë në TikTok dhe në Facebook me një promovim shumë të papërgjeshëm dhe shumë bashkëtara viktime dhe për të fjalë për mirë atyre. Nëse i përket kësaj kategorie, po diçka duhet parë dhe urojmë që me ndryshimet aktuale të merret parasysh kategoria që të keni mundësi të presim me leje qendrimi. Por në çdo rast duhet të kontrolloni sepse nëse ju me vedi apo pa vedi dikush ka aplikuar me dokumenta false, të jeni sigurt që jeni në proces gjyqësor dhe është mirë të ndiqni procesin gjyqësor që mos të merrni dënim i cili do të jetë shumë i rëndë për ju, përveç se do të penalizojnë Greqinë, do të penalizojnë në Bashkinë Evropiane dhe do të izoloni për 5 vjet dhe nuk keni mundësi të pajisni me lekë si në Greqi por në Bashkinë Evropiane. Është shumë e rëndësishme të shtoni vëmendje. Si ti i ndësuar Albert, por dhe shumë të tjerë si po ato që i përkisë kësaj kategorie. Aurel Çaponi duhet mirë zëri për pensionet shqiptarëve nga shteti ynë s'ka shpresa. Po i nderuar Aurel, shumë shpejt do kemi një specialiste, pra është Elida Shuli, që është një vajzë brezi 2 dhe studiuar dhe diplomuar në Greqi, ku shpejt do t'japë përgjigje për pensionet. Tefta Beqollari, drejtuar Albania TV, çështja është se me dokumentat e emigrantëve shqiptar asnjëherë nuk kemi zgjidhur. Dhe asnjë rrugë zgjidhje s'ka deri tani. Po është e vërtet, kanë pasur shumë probleme dhe kjo vjen për vetë faktin sepse fatikisht emigrantët në Greqi janë parë si një target grupi që nuk provon përgjegjësi për çdo politikan, për çdo shtet, por provon vota dhe ka një moment që duhet shteti grek për interesat e tij për kërkesat e punëtorëve ta shikojë. Shkojmë të janë të shumë në pritit, po mundohemi të reduktohemi. Mendoj që duhet të vëmë pak më të vëmendje është zonja Alma Hinga që ka dërguar shumë pyetje dhe kritere për rrjetin katolive dhe madje ka dhënë shumë udhëzime çfarë parashikohet. E ndruar Alma, unë i pash me vëmendje ato që më shkruat dhe çfarë kërkohet, por në mënyrë të sqaroj së pari që këto që më keni dërguar ku ka patur përgjegjësi dhe nderin bashkë me bashkëpunëtorët e mi, ku kam qenë kryetari i federatës dhe të kemi punuar për këtë pjesë. Këto janë kriteret dhe dokumentet që parashikohen në 2015-2016 nga disa institucione dhe organizma jo qeveritare greke, të cilat ishin paguar për këtë pjesë, për ne kontribuar gratis, duke ofruar ndihmë. Unë mbaj mend atë periudhë ka qenë sekretare e përgjithshme zonja Elvira Gjerko, ka qenë kryetari Festim Zaçe, Fatos Malaj, edhe shumë të tjerë cilët kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë orientime për këto probleme. Dhe këto që kemi dërguar, pak a shumë janë të asaj periudhë që nuk janë për periudhën e sotme. Kjo më jep dhe një mundësi të sqaroj diçka tjetër. Shumë prej nesh, shumë bashkëtarë tashmë kanë zbuluar ChatGPT dhe i adresohen ChatGPT-s. Kujdes të nderuar, ChatGPT ofron informacion vetëm për informacion që është i lirë në internet, jo informacionet që janë të mbyllura apo që janë specifike për kategori të ndryshme këtë për rrjetin e ndaj, nuk duhet të besoni me sy mbyllur apo 100% ChatGPT. Po, nuk merrni informacion të përgjithshëm, por kujdes për në momentin e aplikimit. Ndaj e nderuar Alma dhe nderuar bashkëtar, kur të bëni aplikimin, duhet të siguroni së pari cili është kategoria e lejes qendrimit, 2 veçare, 3 veçare, 5 veçare, me punë të varur, me punë pa varur, profesionistë, gjithë ato, se janë kategori të ndryshme. Dhe për testet e tjera, përveç
fakti që dikush aplikon dhe shikon në platformë që duhen vetëm 3 gjëra, jo nuk është ashtu, kërkojnë edhe shumë dokumentatera të cilat do t'i sqarojmë në më tjetër me pyetje konkrete, pra me sqarime konkrete. Janë dhe shumë pyetje tjera, unë po mundohem t'i përmbledh dhe për efekt të kohës, por jam të sigurt që në mësimin e radhës do t'jemi më të konkret. Florian thot 2 vjet e gjysmë pret për anën, çfarë pret nga këta, duhet të ishin me pasaporta. Po, duhet të ishin me pasaporta, se në çdo vend të botës parashikohet që kush shëndon të paktën 10 vjet në vendin i lehtësohet gjithë procedura për të marrë secili vend ku zgjedhur jetojë. Greqia nuk ka zgjedhur procedurë, është bërë një diskutim politik midis ish kryeministit Ali Tsipra apo dhe kryeministit aktual Kyriakos Mitsotakis, deklaruar politikisht në Expo në Thessaloniku. Pritet një diskutim, është folur shumë për demografinë e Greqi, shpresojmë që në rafatin në periudhën e ardhshme shumë shpejt kjo të merret parasysh. Këtu mirut, një temë që se kuptoj, e të nuk jam në informacionin pas 35 vjetësh, jemi si në mëngjes të kemë halë shtetit që do takim në tashmë vetëm me kurrizonja është e kotë, flasim. Ky është opinioni juaj, por mendoj në çdo moment, siç e thamë më herët, gjithsesi mund të flasë për vend, po për të tjerë sepse ju mund të jeni shumë i aftë atë që bëni të keni informacion, por ka shumë të tjerë, të cilët s'e kanë mundësi dhe janë të pamundur për të refuzuar. Dhe ne i adresojmë dhe i drejtojmë të gjithëve që të kenë mundësinë të informohen brenda mundësive në mënyrë të përgjegjshme. Hatice Çaçi, ja të shikojmë çfarë do bëni dhe ju. E nderuar Hatice, e shpresojmë që së bashku, duke na mbështetur dhe duke na adresuar problemet tona, do të jam i sigurt që do të ngrem zërin brenda mundësive tona për çdo problem që do të na adresohet. Baci Takoni, përshëndetje, me ke qartë po ju them se me fjalë dhe këshilla jemi ngopur dhe zgjidhje nuk ka. Duruam 35 vjet, do bëjmë 2 vjet të tjera, mbas hyjmë në para 12 në BE dhe ti mbaj lejet greko për të mbrojtur. Edhe këtë shqetësim, edhe unë, edhe ne si staf i Albania TV shpresojmë që Shqipëria të ishte më shkruajtur për Shqipërian, por mos harroni një fakt. Vërtet do lehtësohet jetesa jonë, do rritet cilësia e jetesës, por në çdo rast kjo nuk na privon nga leja e qëndrimit. Përndryshe, pavarësisht të jemi antarë të Bashkimit Evropian, qytetar të Bashkimit Evropian, përsëri do të kemi me leje qëndrimi në Greqi. Por me disa procedura tjera. Ndaj, ju lutem që mos kemi këtë kuptime dhe këtë informim të Evropionit, pavarësisht të trajtimit të Bashkimit Evropian, do të jemi me leje qëndrimi në Greqi apo çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Tesa Beqellari, falenderoj personalisht zotin Edmond Guri për përpjekjet e tij të tanishme. Shumë faleminderit nderuar. Yashar Ibrahimi, po sigur kishte edhe Kreta të drejtën një herë ja përse e ndaluar. Po, faleminderit për pyetjen. Kreta do vazhdoj të jetë, por siç e thamë tjetër, ne jemi një nisëm dhe një staf vullnetar të cilët kemi vendosur në xhep, kemi bërë bazë materiale për të ofruar ndihmë konkrete në të gjitha fushave. Dhe ti je sigurt që si Kreta dhe shumë të tjerë dhe shumë se do të jenë shumë shpejt para të vizit për të informuar. Ndaj, nëse është e mundur, atë do nga ju, nëse nuk e keni mundësi për të ndihmuar, të paktën na lehtësoni në punën tonë që ne të jemi sa më pranë jush. Janë disa pyetje, por për po ndalem këtu në këtë moment, duke ju falenderuar për vëmendjen dhe duke ju ftuar që të na dërgoni pyetjet dhe shqetësimet tuaja lidhur me lejet e qëndrimit apo çdo shqetësim tjetër që ju keni tek stafi ju tek email që ju shikoni në ekranin nga Albania TV, në telefonat dhe ne me kënaqësi në emisionin e radhës të trajtojmë ato të përgjigje. Faleminderit, nderuar bashkëtar dhe miru takofshim në emisionin e radhës.